Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan thot se vendi i tij do të ketë një rol të veçantë në rindërtimin e rripit të Gazës, ndërsa konfirmon se për këtë do të bashkëpunojë dhe me Amerikën. Ne treguam një vendosmëri të fortë në Sharm el Sheikh, shpresoj që deklarata katërpalëshe që nënshkrua me presidentin e Shubas Trump, presidentin egjiptian Al-Sisi dhe emirin e Katarit, Sheikh Tamim, do të jetë një moment i ri në rrugën drejt paqes së qëndrueshme në rajonin ton. Rimëkombja Gazës ka të ngjarë që të zjas me vite, ka një periudhë ndërtimi dhe një periudhë rigjallërimi. Turqia ka një detyrë të rëndësishme si në ndërtim ashtu edhe në rigjallërim. Sigurisht që kjo do të diskutohet dhe debatohet së bashku me shtetet e Gjirit, duke filluar me shtetet e Bashkuara, dhe ne do të vendosim për hapat që do të ndërmarrim për këtë çështje. Dëshira jonë është që hapi domethënës i dieshëm të kurorzohet me një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë. Padyshim e vetmja mënyrë për të arritur këtë është krijimi një shteti palestines të pavarur, sovran dhe territorialisht të paprekur, bazuar në kufijtë e vitit 1967 me Jeruzalemin lindor si kryeqytet.